Prit një minut. Çfarë arrogancë është kjo? Nuk mund të thuash të duash dhe të ikësh. E pse jo? Kjo bisedë mbaroi. Jo, nuk mbaroi. Më ke keq kuptuar dhe ke filluar të mendosh gjëra kot. Mendove se unë të dua ty, por nuk është ashtu. Pastaj, ç'më intereson mua e dashura jote? Ç'më intereson? Shko dhe duaj këtë duash. Asë më bëhet vonë. Edhe sikur të ishe njeriu i fundit në botë, prap nuk do të shikoj aty. A kuptova? Domethënë ndjenjat tona që kanë të ndërsjella. Mirë. Edhe unë ashtu mendoj. Shumë mirë. Super na qenë ka. Vajza ime? Çfarë ke, nuk do të më tregosh? Nuk kam asgjënën? Miriam. Mos u mundo kot. E kuptoj unë. E kuptoj edhe nga dridhja çrpikëve të tu. Ka diçka, më thuaj. Asla? Mos ka ndonjë gjë mes te edhe ati djalit Ozanit? Nuk ka gjë. Kështu të dua. Vajza ime e zgjuar. Ku po shkon ti? A nuk është ende herët? Në shkollë. Mendova të ikja pa më parë njëri. Nga kush po fshiheshe se? Nga Ozani? Prit një minut ashtu. Ju do takohesh dje, unë harruva të të pyes çfarë ndodhi. Lere fare. Dje nuk patëm kohë të flisnim nga inat idejes time dhe ashtu. Pastaj s'ka asgjë për të treguar. Si nuk ka asgjë për të treguar? Ai do të shprehte ndjenjat? Ja pra. Doli që unë pas kam qenë budallaqja. Djalit po i pëlqejnë të dikush tjetër, a të besohet kjo? Madje dje më thiri vetëm për të ma thënë këtë, që të mos kishte keq kuptime mes nesh. Si? Pra, si mund ta keq kuptoj njeriu këtë? Edhe unë mendova se të pëlqente ty. O zot, o zot. Apo tallet ky djalë? Aman. Si do që të jetë. Le ta pëlqej këtë doja ai, s'më intereson. Ç'më duhet mua? Edhe ti mos u mërzit, në rregull? Shihemi në shkollë. Shihemi. Kalo? Kalo pra, kalo ti? Kalo? Atharues. Çfarë të kam bërë?
Edhe për sa kohë do të më rrish mbi kokë? Duhet që të flasim bashkë. Ik që këto, po studioj unë. Duhet që të flasim tani. Shht, po studiojmë këtu. Më falni. Kjo është bibliotekë, e janë në vete. Atëherë mos më detyro të bërtas. Dil jashtë, po them se duhet të flasim. Sa të duash bërtit. Unë nuk vi askund me ty. Ashtu që nka. Çfarë është kjo? Alarm zjarri. Edhe zjarri na mungon të tani. Ti çfarë po bën këtu? Dil jashtë. E po ti nuk erdhe, prandaj e bësha disa këtë vend. Ti pas ke luajtur mendsh. Kjo është e tepërt. Çfarë po ndodh? Po, kam luajtur menç. Më çmendi kokforcia jote. Ja ik tani. Mos më bezdis më shumë. Të paktën më dëgjo. Më lër të shpjegoj. Nuk dëgjoj. Mos u mundo kot. Shko dhe fol me dikë tjetër. Për shembull, me atë vajzën që e do. Ajo do të dëgjoj. Kokforte. S'dëgjon fare. Ja aq kokfort sa që thjesht doja të thosha. Të kam keq kuptuar, më fal. Por ti nuk më dëgjon. Çfarë po thua ti? Për kë je duke folur? Thuaj e hapur, kush është ajo vajzë? Ua, bombë! Je vetëm ti, Asla. Vajza që më pëlqen, je ti.